Prekse. Djali i Tinka Kurtit humbi jetën pas bisedës në telefon me aktoren e madhe, nënën e tij. Aktoria e madhe Tinka Kurti ka humbur kohë më parë djalin e vetëm, Zef Kurti, u nda nga jeta në Kanada ku jetonte prej vitesh. Akademiku, përparim Kabo, pati shpërndar një mesazh ngushëllimi dhe tregoi bisedën me Tinkën. Ajo i kishte treguar se i biri kishte humbur jetën vetëm disa çaste pasi kishin komunikuar në telefon. Postimi i Kabos në rrjetin social. Është e vërtet, biri i vetëm i artistes së madhe, Tinka Kurti, ka ndruar jetë në Kanada në kushte natyrore, pas një telefonate që kishte bërë me të ëmën Tinkën disa orë më pas duke larguar Borën. Unë bisedova me Tinkën. Ishte për mua shumë e vështirë, por edhe për të, mezi priste të udhëtonte drejt Kanadas. Ministria e Punëve të Jashtme ka treguar kujdes të menjëhershëm për udhëtimin drejt Kanadas. Biseda me të ishte shumë e dhimbshme kur dëgjova për jetimin e një nëne që lëshoi piskamën e thellë. Më ka vdek djali. Ku? Tinka e shtrenjtë, kjo humbje është krejt e pamerituar, por jemi të pafuqishëm. Ajo zemër djali që në dhjetor të 2017-ës online i thoshte në 85 vjetorin e lindjes gjatë një aktiviteti i zhvilluar në Shkodër, nana ime të dua shumë. Tani nuk rreh më, pushoj. Fatalitet. Ngushëllimi për një nën që humbet të birin mbase është i pamjaftueshëm, por diçka ka në të. Ne i jemi pranë nënës Tinka Kurti. Mbahu fisnike, Zoti qoftë me ty dhe familjen tuaj. Amin.